Hej, përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do ju sjell një recetë shumë të veçantë, të cilën jam e sigurt se nuk ka shqiptar që nuk e pëlqen. Petulla pufka që fryhen, por do ju sjell recetën që nuk thithin asnjë pikë vaj, bëhen të buta pambuk dhe shumë të shijshme. Fillojmë shpejt nga puna. Fillim fare në një tas të madh do të shtojmë gjysmë gote me qumësht të vakët. Gjithashtu nuk do harroj t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoni për çdo recetë të re dhe nëse e ndiqni këtë recetë deri në fund fare do ju shfaqen 4 recetat më virale, më të pëlqyera në kanalin tim. Janë kryesisht receta tradicionale. Duhet kujdeseni që qumshti dhe uji që do të shtojmë më pas mos të jenë shumë të ngrohtë, as të ftohtë të vakët, sepse përndryshe prishin brumin. Tani do të shtojmë pashtu gjysmë gote me ujë të vakët. Do të shtojmë një lugë gjelle me sheqer, kjo jo për t'i bërë petulla të ëmbla, por thjesht për të aktivizuar majan. Do të shtojmë gjithashtu një lugë gjelle me maja. Do e përzim dhe do e lëm 10 minuta, 15 minuta apo më pak, do e shohim. Kur maja ja krijon shkum në sipërfaqe, do të thotë që është aktivizuar dhe mund vazhdojmë me përgatitjet e tjera. E mbulojmë dhe thjesht presim vetëm 10 minuta. Maja ja ka krijuar fuska, tani do të shtojmë 2 ose 3 lugë gjelle me kos. E trazojmë mirë. Dhe tani do të vazhdojmë me shtimin e miellit. Do e masim me gotë, si referencë për t'ju treguar dhe ju sa na u tesh. Kjo është gota e parë e miellit. Do të bëjmë një brum, jo shumë të fortë, as shumë të butë, elastik, paksa ose dhe as pak, sepse do i shtojmë edhe vaj ngjitës në përduar. Pra, nuk është se do të na ngjisë në përduar, por gjithsesi brumi nuk do të jetë shumë i fortë. Pa mbaruar me shtimin e të gjithë majat, do të shtojmë një lugë, pa mbaruar me shtimin e të gjithë miellit, do të shtojmë një lugë çaj me krip dhe tani do të vazhdojmë të shtojmë gotën e dytë të miellit. Vazhdojmë me përzim dhe punojmë edhe pak brumin me lugë. Tani do të shtojmë rreth 2 lugë gjelle vaj, po shtoj vaj ulliri, por mund të shtoni edhe vaj tjetër që ju pëlqeni apo që përdorni zakonisht. Vazhdojmë me përzimin. Do të vazhdojmë me shtimin e gotës së tretë me miellit. Dhe tani do e punojmë brumin me duar për ta parë nëse do na duhet të shtojmë edhe më shumë apo jo, edhe gota e tretë duhet, ndërkohë nuk kemi mbaruar akoma me brumin, do të shtojmë dhe një gotë tjetër me miell dhe do ju them se çfarë do na duhet tjetër. Kjo do të jetë gota e fundit e miellit. Ky lloj brumi për petulla është tepër i shijshëm. Shikoni pak, nuk e kemi përdorur të gjithë gotën e fundit të miellit, rreth gjysmën, brumi është ngjitës dhe tani do të shtojmë edhe pak vaj ulliri për ta punuar më tej. Vazhdojmë të shtojmë vajin e ullirit, edhe 3-4 lugë gjelle vaj ullirit dhe do e punojmë brumin për rreth 5 minuta. Kështu brumin nuk do na ngjisë më në përduar, por do të marrë një strukturë shumë të lezetshme dhe kjo gjë i bën petullat edhe më të shijshme. Vazhdojmë me punojmë brumin dhe ngjeshim mirë derisa të na bëhet një masë homogjene. Ja, shikoni pak, unë e laj gjithmonë tasin që ai brumi ndërkohë që vjen brumi tjetër mos na thahet. E kam lyer me vaj ulliri, do e mbulojmë dhe do e lëm të vijë në ambient. Tani që është pranverë, është ngrohtë, do e rreth 45 minuta,
por varësisht nga stina juve do shihni me sy që brumi të trefishohet gati, do e mbushi komplet këtë tasin. Brumin e kemi gati. Thash që brumi është gati kur tasi është mbushur plot. Tani do i heqim këto dhe do fillojmë të formojmë pufkat tona. Do të përkasim sipërfaqen e punës me pak miell dhe do e kalojmë këtu të gjithë brumin e petullave. Nuk ka nevojë ta ngjeshim shumë, por thjesht do e mbështjellim pak rreth vetes për t'i dhënë formën e një topi apo kulaçi. Do hapim një fel, jo shumë të trash, por as shumë të hollë, me ndihmën e një kollarie. Do i prisim në formë rrethore me ndihmën e një forme të posaçme apo edhe me një gotë që i ka tehet e mprehta. Do heqim këto pjesët e tepërta. Pitullat që kemi formuar do të përkasim pak miell dhe do i rreshtojmë mbi banat dhe kështu siç janë do i lëm pushim edhe 15 deri 20 minuta. Kështu ato do të fryhen edhe më shumë dhe do të bëjnë ato pufka që ne kemi aq shumë qejf. Një pjesë të petullave i kemi gati, do i mbulojmë dhe do i lëmë kështu të pushojnë 15-20 minuta. Ndërkohë, brumin që mblodhem nga petullat e tjera do e punojmë pak me duar dhe me miell. Do e hapim njësoj si vepruam me brumin e mëparshëm dhe do e ndajmë në pjesë të rrumbullakta. Petullat tani janë gati, kam vendosur vajin, duhet i bollshëm, i ngrohur mirë, do skuqen në nxehtësi mesatare. Vendosim të gjitha petullat në vaj. Shikoni pak sa të fryra janë bërë, kjo është fryrë më shumë të gjitha dhe të tjera më pak. Ja dhe petullat tona janë gati, krokante nga jashtë, të buta në brendësi dhe pa asnjë pik vaj. Ju bëftë mirë nëse i provoni dhe mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës nëse jeni të rinj në kanalin tim. Shihemi dhe dëgjohemi në videon e radhës.